E mirë, të gjithë e morën vesh se Gramozit i ikën 10 dritat gjatë ndeshjes. Kjo më duket si futin depresion tifozët kolonjar, pasi tek News 24 shohim këtë njoftim. Stadiumi i gjithë i ezauruar me tifoz, që i bie ose e kanë përpir tifozët, ose tifozët janë këputur të gjithë e nuk kanë pikën e fuqisë. Po kusht ma sqaroj mua këtë, kur nuk ka sqarime për gjëra më të habitshme në këtë vend. Për shembull, megjithse dritat i ka OSSH, nga puna shkarkohet drejtori i stadiumit, megjithse Gramozi ka patur kontratë me OSSH-n sipas ministrit. Presidenti Gramozit i është drejtuar me një shkresë zyrtare me numër protokolli 41 me datë 18 i pari 2010 OSSH-s, ku i ka kërkuar marrjen e masave që në intervalin kohor nga ora 17 deri në orën 20:30 të garantohet ndriçimi i stadiumit. OSSH-ja e ka marrë këtë shkresë me numër protokolli 286, po me datë 18. Transformatorin e ka OSSH. Kontrata është lidhur me OSSH-n. Pra, përgjegjës për ikjen e dritave kush është? Dhe këtu fillon dhe mbaron përgjegjësia e administratës stadiumit. Drejtori i stadiumit, si drejtuesi i kësaj shoqërie aksionare që ka të bëjë me administrimin e stadiumit, duhet të bënte këtë konstatim, pra pavarësisht se kompania private i ka kërkuar OSSH-s zyrtarisht marrjen e masave. I kam kërkuar të mblidhen nesër dhe i kam kërkuar shkarkimin e drejtorit të stadiumit. Për të vetmen përgjegjësi sa ai nuk duhet pranonte fillimin e ndeshjes. Sa shpejt e gjetën këtë radhë përgjegjësin? Për 10 minuta e kapi lepurin qeveria këtë herë. Pashise edhe për përmbytjet që ka një muaj që kërkohet përgjegjësi. Mos valle ka djallosur po drejtori i stadiumit? Pas 3 orë gjysmë lakurisht në të ftohten e Tiranës, ndeshja mbaron. Siç duket, miqve u ikën avioni, e vëndasve uje dritat për t'u larë, ndaj ja mbathin vrapit për në dhomat e zhveshjes, pa begenisur as të përshëndeten. Vetëm njërin e kthejnë për t'i dhënë kupën, as ceremoni, as arrestim, as përshëndetje. Siç duket, për futbollistët më mirë të mos marrin kupën se të bëhen për kupa pas në një pleviti në Qemal Stafa.